Enza pak ndorë. Mali Zi u duf me njof Kosovën. Mali Zi u duf me njof Kosovën. Dhe për të njohur Kosovën i dhanë 5.000 se s'ka dhonë, nuk ka dhonë këgjon, nga një. Po tani kjo tani Shqipëri. Që kjo Shqipëria, që po folim na, dhe që kjo Kosova, është në mbrojtjen amerikane është. Edhe sot këta protestat që i bojnë, unë i përkrohej ata protestat, i përkrohej ata vllazërit tonë që po mënuan për diçka më të mirë se sa ka qenë. Edi Rama mu nervozon edhe nuk e përkrohej Edi Ramën se ka dash me bon Open Balkanin. E tratoj Ramushin e të kujtohet kur Ramushi me Merkelin e me ata që e boni çat far tradhtie që e boni Edi Rama. Open Balkan. Edi Rama, në përshpet, vishtu. Edi Rama, e tratoj Ramushi gjatë kohës e mbrojti Kosovën. Se këtë ju shku dëmë, se u bo Open Balkan, aja shiti dhe Shqipnin e shiti, në atë ku, për Sërbin. Po është Ramush Haradini që e ka vendosur. Bravo, shumë e vërtet. Unë nuk im dojnë me mbrojt ato, po nuk po du me mbrojt. Ta që ka vendosur sërve, vetëmi kryeministi që ka vendosur. Bravo, po du me mbrojt një të vërtet shumë të madhe. Ramush Haradini u hin politik me tu munu me arë në procese për minimu këti veni. Në atë kohë ka ndodhë, se në atë kohë ka qenë për këtërat ndërkombëtar. Ne edhime dhe doktor Ibrahim Rogova ka qenë atër kujtoj e shtetit. Dëmonë, Ledekeja ka fitu e jënë konë marveshët të Pedekeja e Ramushi e ma vonë. Po kur i adhanë mundësin, Ramushin e qunë hogat, kujtohet kur i nejti 5 vite. Pse nejti në hogat? Pse e akuzun qarqet serbe edhe shqiptarë. Si burra dhe unë e kam falenderuar dhe bravo qoftë, edhe ke po falenderoj. Doli lufta koka si burrat. Që sa bukur. Lufta si burrat. Lufta. A bidhumi të rek fjallë për Ramushin ajo? Jo, nëse si të rek, une... ato që kam thënë. Nëse nuk i të rek. Fjallë. Që dha 8.000 hektarë nëse nuk i të rek. Une e heki këto, se ngo, në vëshim. Bështë të duash ti. Une muj me dalë për studios, ngo. Ti më ke ullë mu me Fatmir Shahollin këtu. Më ke ullë me një stratar të kumbit për më mujtë me dhonë rezultatune, për më mujtë moralizu në mënyrën teme si luftetari Koshavës i ardhën për Amerike. Nuk gudzoj unë me deviju. Sa shkollë duhet me kry me ditë kone kjerë mikësët? Sa shkollë duhet me kry? Ramush Haradini nuk ka pas nevoj me mëso që unë Shqipe ma mirë. Se jetojmë në Kosovë, kemi jetu të okupum, që 600 vjetë të okupum jem. Ramush Haradini del nga një familje se na nuk e mujtë me mëso gjuhën në shkollë. Se na konë të okupum. Gjithmonë Ramushi s'ka mujtë më shkollu, se në kohën kër Ramushi ka pas mundësi më shkollu, na nuk e kem pas kualitetin e shkollës njëtë. Edhe fundish me luftu. Plus, Ramushi me kohë, prej 90-ës, Ramushi ka qenë pëndrim, ka mujtë me nejtë, me vlazën e me kejtë, për e na angazhu, me kohë e na angazhu. Pse ti nuk u angazhu me baba im në atë kohë, ti edhe baba im. Pse su angazhut, se ish pjesë e juja. Po na jem ata djemët, si Zotin e lindi, mjenë mirë, si 58 vjeti ka aj, 58 unë i këmë bërë, që 3 muj. E pëse po të me ikë, a pi kërkan zonë që sonë të mi të rejkë fjallëta? Po, nëse si të rejkë fjallët, unë e qona për studios dalë. Për 8.000 hektarë nuk e një presje. Një presje. 8.000 hektarë nuk i dha aj, po i dha Amerika. Asë më duhet mua. I dha Amerika. Dale, se kemi një fjallë në shqiptarët. Ne miku ne kemi mikë, po zotë shtëpije se bëjmë. Zotri, po edhe Amerika dhe atërë Amerika, ka një dorejkje. Musa sonë të ka orë që ti më të bindë që ti dushmi të rejkë. Jo, për Ramushin e se të rejkë vjallë tjedhe për mu folë, se unë jem maj keshë se Ramushin ishë në, ati pëse, për këtë aspekt luftës. Po që se ka dhënë Amerika të 8.000 hektarë, që në kështë detyrën e ndeshme morale, qytetare burërore të jepë të dore që në qa, do jepë një 8.000 hektarë atyre? Jo, a më Musa sonë të zache, Musa sonë të ka orë, ju më kopë ka orë, temi të rejkë fjallë të se me lëshu studio. Unë e kom dëgju, unë e kom shok, kështu e du, është një patriot shqiptar, po nuk ka shansë mu vetë baba im, tha. Këmë dhe si të rejkë i fjallë? Jo, këtë du të mi të rekë fjallë se unë e në shëj studjen. Absolut, mos ilshoj, më qatë duash. Unë e në shëj studjen. Bo, ilshoj, është e delta jote. Jo, zotri, unë ato që kam të nuk i të rejtë. Unë nuk muj, me njerësi nuk e dojnë për shambull të vërtetën. E vërteta është, me mo dhe se tëna. Ramush Haradini ka përfundu luftën si burri maj mirë i kompit. Nuk ka burë më të mirë. Pras për paqen. Në vishdo, a pranën qëto se ka përfundu luftën me... Për luftën pa diskutim, se ka më dyshim. Ramushi ka derë gjak në Kosovë dhe në Shqipni. Se tu më nu, me sa ta gjak Kosovës, që ta kufi që i kemë sëd, që i kemë mbrojt na, Ramush Haradini ka mbrojt me gjak. Me vlazën e me familje.
Unë jam luftetar, prej Amerike e kom vendosë mi ju bashkangjit Ramushadin, se ku e kom vetë, ma gjënë smojnë nga gazetojnë, tha, shkush u ka lufton, kam jamoj, tha, mas shumë të Ramushadin në Kosovë. Me leje, se po bë një loj jo të pastër. Mos më lëvis nga tema. Kam folur për periudhën që që kryeministër dhe falit 8.000 metra katror. Të lutem. Flasë për periudhën që që kryeministër, në qëfëse ka detyruar Amerika, që unë e besoj këti su ati, se Amerika e di unë si punon, edhe di si ka punuar dhe në të kaluar, po se shtë tema sot për të thënë këtë gjë, kështë një detyrë, një veprim shumë të thjesht dhe shumë burëror. Zotëri, më detyrojnë të japë tokë Malizi, po, këtë se bëj, merë një dozoj atë karrike dhe hajë mirë pafshë. Këtë duhet bënde. Une e dëgjova, pa hi këtu në studio, këtë tha,